Ha, halo po mjekin, letra për shtetit. E hekrin, e kom me veti, po nuk e shkrepi. Kjo nuk është hera e parë ku reperi Ardian Xhaferi, i njohur ndryshe si The Mike, proklamon në këngët e tij armët, drogën dhe jetën kriminale që thot se e bën. Xhaferi përgjatë viteve këtë e ka shprehur përmes teksteve të këngëve e paraqitjeve televizive. Madje në 2020 në një emision krenoi publikisht që i ka krejt llojet e mundshme të veprave penale që ekzistojnë në kodin penal të Republikës së Kosovës. Për anis, për fajtës, për tentiv vrasjes, për vjedhës, për drogës, për armbajtje palije, ketat llojet e mundshme që ekzistojnë në kodin penal të Kosovës. Këto tekste e këto paraqitje shpesh herë mbulohen me pretekstin se krejt ajo çfarë bëjnë është art dhe jo gjithmonë janë realitet. Por arti i tyre del tjetë edhe mënyra e tyre jetesës. Kështu ka ndodhur edhe me reperin The Mike, i cili nga viti 2000 deri në 2023 ka rënë ndesh me ligjin, jo më pak se 20 herë. The Mike tani ka 38 vjet, ndërsa mbi supe ka një histori prej 20 aktakuzave për 8 lloje të veprave penale, prej të cilave gjykatat e kanë dënuar në tërësi prej 3.300 euro gjob, 2 vjet e 20 muaj burgim efektiv dhe 2 vjet e 9 muaj burgim me kusht. Ndaj tij ende ka një rast në proces, për të cilin pret epilog. Betimi për drejtësi ka ulëmtuar veprimtarinë e tij kriminale, në të cilën ka identifikuar shkelje të vazhdueshme të prokurorisë dhe gjyqësorit, të cilat edhe pse para vetes kanë pasur një recidivist, në shumicën e rasteve, The Mike si i tillë nuk ka figuruar dhe si i tillë as nuk është dënuar. Problemet me ligjin, Xhaferi do i fillonte në vitin 2000, ku si 15 vjeçar, bashkë me një person tjetër, kishin kryer vjedhje të rëndë. Për këtë, ati ishte shqiptuar masa edukuese e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindërve. Gjykata si rrethon lehtësuese kishte marrë faktin se si i ri ishte hera e parë që po binte ndesh me ligjin dhe se ishte penduar. Xhaferi thot se nuk i kujtohet se cilat ishin motivet që kishte kryer këtë vepër penale në atë moshë. Tash edhe kohë e gata, po kupton tash vepra e 2001-s mu saksisht apo ti shpedia cila është. Pendimi i Xhaferit para gjykatës si i mitur nuk do të mbahej gjatë, pasi ai do të përfshihej prap në vepra të ndryshme penale. Sipas reperit, problemet e tij fillojnë bashkë me muzikën. Mbas muzikës edhe kanë kriju edhe kanë lind problemet, apo kupton. Domethënë unë muzikën kom pas tani jetën pasion edhe kom bohe. Mbas muzikës apo edhe kanë kriju probleme, domethënë sikur që kom pas probleme domethënë edhe me Double G. Për aty të kom pas, veç në qatë rastin i kom pasur në për shembull 3-4 vepra penale që kom kriju, veç në problemet me Double G domethënë. Në këngën e tij të fundit bashkë me reperin Fero, siç thonë në tekst e videoklip, kanë arsenal armësh e narkotik, por sipas tij e gjitha është në kuadër të artit që ai bën. Sigurisht. Kitë komplet hip-hopi edhe rapi është pjesë e artit. Është një sen që po frekventohen mas shumë të që thështë. Por tekst shkruesi dhe psikologu klinik Kreshnik Avdiu thot se edhe arti ka limitet e veta. Arti ka limitet e veta. Arti, domethënë kjo nxitja për dhunë, apo seksizmi, apo nxitja për konsumim materieve dëmshme, shkatërruese, vrasëse, nuk kanë lidhje me art. Kjo është vetëm një problem që fatkeqësisht do të ndodhë të na, edhe fatkeqësisht quhet kulturë. Shiko, hip-hopi edhe rapi është kulturë pak më e vrashtë. Që këtu në Kosovë ja ka nis tash me kuptue, apo den. Nuk është që duhet me pas armë ose me tregu substanca për më konë t'i reper. Sidomos në spotin që tash e kom bot të fundit me Ferën në Arsenal, aty në konë këtë improvizume për shkak spotit. Po tekstet e reperve po ndikojnë një linji. Këta personat cilët ndikojnë krijojnë personalitetin të tillë në adoleshencë, atëherë definitivisht do të ketë probleme në të ardhmen. Sipas Avdiut, edhe muzika rap duhet të përcjellë mesazhe për të mirën e shoqërisë. Rapi është me shfaq me kallëzum lefin tonë, me kallëzu përkënaqësinë tonë, edhe thjesht me qenë pjesë e një ndryshimi të mundshëm për të mirën e shoqërisë. Ajo që vrehet është trajtimi i rasteve të Xhaferit nga ana e prokurorisë dhe gjykatës.
Dënimet e gjykatës duket se nuk e kanë arritur asnjëherë qëllimin, pasi ai në vazhdimsi ka përsëritur veprat penale. Ndonse recidivisti veprave penale, atij 7 herë ju dha vetëm urdhër ndëshkimor me kërkesë të prokurorisë. 4 herë u dënua me kusht, 4 herë me burg efektiv dhe 3 herë ju shqiptua dënim me gjobë. Ndërsa e kaluara kriminale, si rrethon rënduese Xhaferit, ju përmend vetëm 3 herë. Me 12 gusht 2007, për shkak të një përleshje në grup, Ardian Xhaferi, bashkë me një të akuzuar tjetër, kishin kanosur një person, duke i shkuar në shtëpi dhe kanosur edhe antarët e tjerë të familjes, ndërsa 2 të tjerë në këtë rast po akuzoheshin për lëndim të lehtë trupor. Prokuroria kishte propozuar që Ardian Xhaferit dhe 3 të akuzuarve tjerë t'i shqiptoj urdhrin dëshkimor dhe të njëjtit të dënohen me gjobë. Aktgjykimi për këtë rast ishte marrë me 8 gusht 2008, duke ju shqiptuar të akuzuarve urdhër ndëshkimor, dënim me gjobë nga 150 euro. Gjykata në lartësinë e dënimit kishte thënë se të akuzuarit nuk kanë rënë më parë ndesh me ligjin, por Xhaferit në 2001 ishte shqiptuar masa edukuese e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindërve, gjë të cilën gjykata nuk e kishte përmendur fare. Për veprën penale të kanosjes, ai do të akuzohej edhe 2 herë të tjera në 2010. Në të dyja rastet me kërkesë të prokurorisë, gjykata i kishte shqiptuar Xhaferit vetëm urdhër ndëshkimor, ndonse vepra penale po përsëritej për të tretën herë. Ai ishte dënuar me 150 euro gjobë dhe 350 euro gjobë. Lideri i grupit E7 The Mike për armbajtje pa leje është dënuar 4 herë. Në gusht 2007, ai bashkë me 4 persona të tjerë ishin përfshirë në një përleshje pas një aksidenti të trafikut. Ndaj tij ishte ngritur akt akuzë për veprën penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, armbajtje pa leje, si dhe ndihmë në kryerje të veprës penale, vrasje e rënd në tentativë. Xhaferi thuhet se kishte në posedim një revolë Zastava TT, të cilën me qëllim të friksimit ja kishte drejtuar dhe ofruar në gjoks të akuzuarit AM dhe me qëllim që t'i friksonte edhe 3 të dëmtuar të tjerë, kishte shtën 3 herë në ajër, kishte ikur dhe armën nuk e kishte dorëzuar. Aktgjykimi në këtë rast ishte marrë në janar 2008. Gjykata e qarkut në Gjilan, aso kohe, Xhaferin e kishte dënuar vetëm për veprën penale të armbajtjes pa leje me 5 muaj burgim, duke i llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim, ndërsa e kishte liruar nga pika tjera të akuzës. Po atë vit, gjatë një kontrolli nga policia, Ardian Xhaferit në vetur i ishte gjetur sërish një armë bereta dhe një fishek. Për këtë gjykata, në 2011 e kishte dënuar me 500 euro gjobë. Në 2010 me qëllim të friksimit një personi ja kishte drejtuar armën, por me të kuptuar se po vinin policia ai kishte ikur. Për këtë rast ai ishte dënuar në 2016 me 300 euro gjobë, për çka kishte pranuar fajsinë dhe ishte shprehur i penduar. Kjo ishte marrë si rrethon lehtësuese për të, por jo edhe ndonjë rrethon rënduese. Pra përkundërse ishte hera e tretë që po zihej me armë, Xhaferit nuk po i rëndoi masa ndëshkuese, por po i lehtësoi. Nga 500 euro gjobë në herën e dytë, në herën e tretë, vlera ju ul për 200 euro. Kësaj The Mike kishte vazhduar me avazin e njëjtë. Në 2021 ai ishte dënuar me 1 vjet e 4 muaj burgim për tentimvrasje, si dhe armbajtje pa leje. Armbajtjet pa leje The Mike i arsyeton me sigurinë e tij. Armbajtjen pa leje kom pas për çështë sigurinë teme. So jemi plagos, 3 kanë tentuar më vra. Veprat penale të Xhaferit nuk përfundojnë me kaq. Për lëndim të lehtë trupor, ai është dënuar plot 6 herë. Këtë vepër penale ai e kishte filluar në 2008, për çka gjykata i kishte shqiptuar urdhër ndëshkimor me 150 euro gjobë. Gjykata të vetmën rrethon rënduese kishte gjetur rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale. Reperi thotë se atë e kanë ndjekur problemet në momentin që ka dalë në rrugë. Unë kur kom në qytet, kom pas një problem që s'kom pas ku me shkue, apo kupton? Tash, shka me bone, tash, kur më ka zonë sheri, për shemë me ditë qytetit për në fave, për në shemë me bua, kupton, s'kom pas ku me shkue, të paktën, u dosh me mbrojt vetën. Tash, mu i qitëse që mu ka impunua, apo s'kom pas ku me shkue, apo kupton? Përveç problemeve të rrugës, reperi do t'ishte i dhunshëm edhe në familje. Ai në 2010 do t'akuzoi se në banesën e tij, pas një grindje verbale që kishte pasur me bashkëshortën, e kishte goditur atë me grushta dhe shqelma në pjesë të ndryshme të trupit. Por dhuna që Ardian Xhaferi do i shkaktonte bashkëshortës së tij për prokurorinë dhe gjykatën, duket se nuk ishte shumë e rëndësishme.
prokuroria do të kërkonte t'i shqiptojë vetëm urdhër ndëshkimor, pa pasur nevojë të mbajë ndonjë seancë gjyqësore, kurse gjykata kishte vendosur në dhjetor 2011, duke e dënuar Xhaferin vetëm me 200 euro gjobë për veprën penale lëndim i lehtë trupor. Këtë vepër penale dhe Mike do e përsëriste sërish në të njëjtin vit, por gjykata i shqipton urdhër ndëshkimor dhe e dënon sërish me vetëm 150 euro gjobë. Është prap viti 2010, kur Xhaferi kësaj here bashkë me 2 persona tjerë do kryenin veprën penale të lëndimit të lehtë trupor. Vendimi për këtë rast merret në 2014. Gjykata e dënon Xhaferin me 5 muaj burgim me kusht, ndërsa 2 të tjerët me 6 dhe 7 muaj burgim me kusht. Kjo është hera e parë kur gjykata si rrethanë rënduese në akt gjykimin e saj përmend kaluarën kriminale të Xhaferit dhe të tjerëve, por pa ofruar shumë detaje. Në 2011 Xhaferit do i shtohej edhe një herë vepra penale e lëndimit të lehtë trupor. Për këtë rast, ai në 2013 ishte dënuar me 4 muaj burgim me kusht. Gjykata si rrethanë rënduese kishte përmendur vetëm shkallën e përgjegjësisë së veprës penale, po jo edhe të kaluarën e tij kriminale. Këtë fakt nuk e kishte përmendur as prokuroria në akt akuzën e ngritur. Edhe në 2019, The Mike do dënohej me vetëm 250 euro gjobë për lëndim të lehtë trupor, ndonëse gjykata si rrethanë rënduese thotë të ketë marrë të kaluarën kriminale të reperit. Në 2013, Xhaferi do akuzohej për veprën penale, blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale. Bashkë me Xhaferin po akuzoheshin edhe 16 persona të tjerë për vepra penale të vjedhjes së rënd dhe vepra tjera të ngjashme. Prokuroria në këtë akt akuzë kishte ofruar databazën e prokurorisë, ku Xhaferi evidentohej si recidivist. Xhaferi kishte bërë marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe për këtë rast ishte dënuar me 3 muaj burgim. Në këtë rast si rrethanë rënduese, gjykata thotë të ketë marrë faktin se Xhaferi kishte të kaluar kriminale. Po në këtë vit, Ardian Xhaferi do akuzohej për ndihmë në kryerjen e veprës penale, vjedhje e rënd. Për këtë rast, akt gjykimi është marrë tek në 2019, përmes të cilit atij i shqiptohet dënim me kusht prej 2 vjetësh. Rrethanë lehtësuese ishte marrë pranimi i fajësisë në të gjitha fazat e procedurës. Në 2017 ndaj Xhaferit ishte ngritur akt akuzë për vjedhje të shërbimeve, pasi bashkë me një person kishin shmangur pagesën në një kafiteri në vlerë prej 12 eurove. Për këtë në 2019 me kërkesë të prokurorisë ju ishte shqiptuar gjobë 100 euro. Tutje në 2018 ai bashkë me një person tjetër do akuzoheshin për vjedhje të rënd pasi kishin hyrë në një shtëpi dhe kishin kryer vjedhje si TV, 2 laptop, 2 ora dore, çantë, patika e gjëra të tjera. Të dy kishin bërë marrëveshje të pranimit të fajësisë me prokurorin. Në të njëjtin vit, gjykata i kishte dënuar me nga 10 muaj burgim dhe 700 euro gjobë, por as këtë herë nuk ju kishte përmendur e kaluara kriminale. Përveç për rrahje, vjedhje e armbajtje pa leje, The Mike do të përfshihej edhe në vepra të tjera penale. Në 2016, ati ju ngrit akt akuzë për posedim të pa autorizuar të narkotikëve të llojit marijuanë në peshën 3.4 gram dhe heroin 1.8 gram. Xhaferi kishte pranuar fajësinë dhe ishte dënuar me kusht prej 1 viti dhe 300 euro gjobë. Gjykata nuk kishte gjetur ndonjë rrethanë rënduese pos pasojave të shkaktuara vetës, por është krenar Xhaferi për të gjitha këto vepra të kryera. Në një emision televiziv keni thënë se i keni gjitha veprat penale në kodin penal. A krenoni publikisht për këtë? Jo. Atëherë pse po tensioni publikisht? Po pse unë më shef? A njerëz po knojnë ditë sotit pa e bo heq? Gjithë kjo sipas sociologut bëhet për të qenë në trend me kolegët. Vetë reperat nuk e shohin veten që janë reperat fort në qoftë se nuk kanë bo vepra kriminale. Pra dhe ata i bojnë ngacmime njëri tjetrit se ti nuk e bo asnjëherë vepër, nuk e qenë burg, nuk e din çka është jeta e burgut, dhe këtë ata e thojnë me krenari për njëri tjetrin. Hera e fundit kur Xhaferi u dënua është në 2021, për një rast të ndodhur në vitin 2012. Xhaferi po akuzohej bashkë me Burim Osmanin, i njohur si Duda. Të dy reperët kishin shtënë tek njëri tjetri, por nuk ishin qelluar. Prokuroria në akt akuzën e ngritur kishte përmendur faktin se Ardian Xhaferi ishte recidivist dhe në atë kohë
ishte i dënuar për 6 vepra penale. The Mike flet shkurt për këtë histori hasmërie, gjatë kohës sa ishte lider i grupit muzikor E7 dhe Dudës, lider i grupit Double G, grupe këto që kishin ndarë edhe për krasit në 2 pjesë. Ky rast ka lind pe klubeve të natës, ka përfundue, ka eskalu gjendja që derisa për pak edhe në kontu vra. Mu ka tentu më vra, kum tentu mi vra, ajo punu krye, e kena bashku qytetin, që nuk ka ndonë me e madhe, që ato që ja ka ndonë, unë e kum krye. Problemet që unë i kum bo, unë i kum pague. Që i kum pague? I kum pagu me burg. The Mike dhe Duda do të shtrinin dorën e pajtimit, duke i dhënë fund rivalitetit mes tyre në muzikë dhe problemeve jashtë saj. Por procesi gjyqësor në këtë rast do të vazhdonte. Në 2021 gjykata kishte veçuar procedurën e Xhaferit ndaj Osmanit, pasi ndaj këtij të fundit, ndonse ishte lëshuar fletrështim, nuk ishte arritur të sillej para gjykatës. Ardian Xhaferi kishte pranuar fajsim për këtë rast dhe ishte dënuar me burgim unik prej 1 vjet e 4 muaj burgim për vrasje në tentativë dhe armbajtje pa leje. Dënim ky, i cili është bërë i plotfuqishëm. Në arsyetimin e këtij aktgjykimi të shpallur nga gjykatësi Islam Thaçi, si rrethon lehtësuese ishte marrë pranimi i fajsisë, ndërsa nuk ishte përmendur e kaluara e tij kriminale, ndonse kjo ishte përmendur edhe në fjalën përfundimtare të prokurorit. Ky rast është trajtuar nga prokurori Arben Kadriu, aktualisht kryeprokuror në prokurorinë themelore në Gjilan. Në një përgjigje me shkrim nga zyrtarja për informim e prokurorisë së Gjilanit, Liridona Gjeladini, thuhet se në akt akuz janë përshkruar aktgjykimet që Xhaferi i ka pasur, ndërsa edhe në gjykat është kërkuar që e kaluara e tij kriminale të merret si rrethana rënduese. Kryeprokurori Kadriu nuk është përgjigjur për t'u intervistuar më detajisht rreth kësaj teme. Sepse nuk është marrë si rrethon rënduese e kaluara kriminale e Xhaferit, betimi për drejtësi ka kërkuar përgjigje edhe nga gjykatësi Thaçi, por ai ka refuzuar të përgjigjet. Sa i përket rreth rastit në fjalë, ky aktgjykim i gjykatës themelore në Gjilan është bërë i formës së prerë dhe i pandeuri ka vuajtur dënimin në institucionet përkatëse, ndërsa sa i përket kërkesës për intervistë, gjyqtari i çështjes refuzon të jap intervistë, komentoi vendimin e tij, i cili ka marrë formën e prerë. Betimi për drejtësi ka kërkuar intervistë edhe me të parin e gjykatës së Gjilanit Venhar Salihun, por me arsyetimin se ka agent të ngjeshur, ai ka vazhduar të refuzojë të flasë. Ajo që i karakterizon këto procese gjyqësore është se Xhaferi në secilin rast kishte pranuar fajsin dhe i kishte premtuar gjykatës se nuk do t'i përsëris veprat penale, por ai bie kjo që reperi ishte i pasinqert para gjykatës. Jo, ndaj gjykatës, edhe i sinqert, po edhe çdo vendim gjykatës unë e kam respektuar. Sipas Xhaferit, ndonse i ka premtuar gjykatës, atij i ishte imponuar ta shkel këtë premtim. Shiko, tash qysh me premtu një sen ose një vepër, kur unë vepra tjera nuk ka ndodhur çasoj natyrës llojit. Ka ndodhur për shembull në qytet rastësisht, apo kupton, një rroje ose një armbajtje pa leje, apo kupton. Ajo kon diçka kit e çastit. Smuj me nej pa pore që të jam propagilla, se her pore ti kopa. Me këtë pjesë të këngës, Xhaferi lë të kuptohet se nuk mund të qëndroj pa kryer ndonjë vepër penale, ndonse ai thotë se dënimet ndaj tij e kanë arritur qëllimin. Jo, qëllimi i dur u arrit, unë kam 6 vjet burg. Po ç'tash kam dalë vepuri frek. Vepra jam e fundit dukon 2017 më zgabosha. Edhe s'kom pas më vepra. Por, reperi harron se me të dalë nga burgu, pasi ka vuajtur dënimin e shqiptuar në shtator 2021, atij është shtuar edhe një vepër penale. Me 30 mars 2023 ndaj reperit është ngritur një akt akuz për posedim të 0.22 gram substancë narkotik që policia gjatë një bastisje ja kishte gjetur në shtëpinë e tij. Sipas gjykatës, kjo lëndë është e re dhe gjyqtari i çështjes do të caktojë seancën fillestare sipas radhës së lëndëve të ardhura në gjykatë, por Ardian Xhaferi nuk dëshiron të flasë për këtë rast. Kësaj nuk e kisha dashur me komentuesh, mbetet ta vetëm të shirtohet në gjykatë. Kaç kisha për këtë punë, për këtë çështje të veprës, sa vetëm se është lëndë alo pa u krye. Nuk kam këni fa komenti për këtë vepër. Por çfarë shtyu reperin të kryej kaq shumë vepra penale? Po kultura e hip-hopit edhe i rapit është prej rrugës. Tash, kur thon për rrugës,
zakonisht për rrugës ndodhin qëto sene. Gjykata, halo po mjekin, letrat për shtetit. Halo su dojta me krem, me lo nuk kojt shkuptim. Dojnë me m'kap edhe polis rrugor, dojnë me m'kap prokuror e pror me m'shtin qeli 2 metër 4 orë, hatu prek kom s'vuj me bom. Se reperët kanë probleme me ligjin dhe për të jasaj që ata e quajnë art, bëjnë një jetë kriminale, e dëshmojnë edhe rastet e tjera. Reperi Burim Osmani i njohur si Duda, i cili edhe kishte probleme me The Mike nga 2006 deri në 2015, ndaj tij janë ngritur 5 akt akuza. Për armbajtje pa leje, Duda është akuzuar 3 herë. Në 2007 për këtë vepër penale, a ishte dënuar me 6 muaj burgim efektiv. Në 2013 kishte pushuar procedura ndaj tij, pasi ishte përfshirë në amnesti, ndërsa në 2015, edhe pse po e përsëriste për herë të tretë këtë vepër, a ishte dënuar vetëm me 500 euro gjobë. Në 2012 ai po akuzohej bashkë me Ardian Xhaferin për vrasje në tentativë, për çka ishte veçuar procedura ndaj tij, pasi gjykata nuk kishte arritur ta siguronte praninë e tij. Ndërsa në 2013 gjykata e ka hedhur poshtë akt akuzën për veprën penale vjedhja grabitçare, për shkak se kishte arritur parashkrimin absolut. Për të gjitha këto betimi për drejtësi ka tentuar të marrë përgjigje nga Duda, por ai nuk është përgjigjur. Në anën tjetër, edhe reperi Feronet Shabani, i njohur si Fero, në vazhdimsi ka promovuar drogat dhe armët. Më t'i koj kom shihu drogat që sot jom boten. Kjas qoshko po se kërët e alo je aeroken. Mos marro në London prokurore, se unë pre qika me shiti dorë për dore. Po jo bëm terapi. Ndaj Feros në 3 vitet e fundit janë ngritur 3 akt akuza për lëndim të lehtë trupor, narkotik dhe armbajtje pa leje, ndërsa në korrekt 2023, Fero ishte arrestuar në ndyshimin për dhunë në familje. Mirë po me të dal nga paraburgimi për këtë rast, ai njoftoi se ka hequr dorë nga muzika, duke u shprehur i penduar edhe për këto tekste që ai ka bërë. Tani ai është deklaruar si besimtar i devotshëm islam, ku vazhdimisht promovon fenë islame, në të cilën thotë se ka gjetur paqen. Fero për këto raste nuk është përgjigjur në kërkesat e betimit për drejtësi. Që jetë me më kote tu ik pe gjykate, koha me shuj, se jam gati me lujt. Mos u shkeni me gjujt, hekren se kom me rujt. Gramos Krasniqi i njohur ndryshe si Mosi është një tjetër reper që ka probleme me ligjin. Në media është raportuar disa herë për arrestimin e tij, madje edhe për arrestimin e tij në Belgjik, ku ai tashmë po jeton. Sipas evidencës së gjykatës themelore në Prishtinë, Krasniqi është dënuar 2 herë për lëndim të lehtë trupor në 2013 dhe 2016 me 6 muaj burgim dhe 300 euro gjobë. Për armbajtje pa leje, ky reper po ashtu është dënuar 2 herë me nga 1 vjet burgim në 2013 dhe 2014, ndërsa për posedim të narkotikëve në 2017 ai ishte dënuar 3000 euro gjobë dhe 1 vjet burgim me kusht, kurse në 2018 për të njëjtën vepër është dënuar me 1000 euro gjobë dhe 1 vjet burgim me kusht. Mirë po betimi për drejtësi ka raportuar edhe për 2 raste, ku ai po akuzohet për narkotik. Në 2018 për shitblerje të narkotikëve, ai bashkë me 2 të tjerë ishin dënuar me 1 vit e 6 muaj burgim, si dhe gjobë prej 600 euro. Mirë po ky rast është kthyer në rigjykim dhe deri tash nuk është marrë ndonjë epilog. Kjo pasi gjykata ka lëshuar urdhër arrest ndaj Mosit. Ndërsa në 2021 është hudhur akt akuza, po ashtu për posedim të narkotikëve në 2015, pasi kishte arritur parashkrimin absolut. Në lidhje me këto raste, reperi ka refuzuar të flasë, duke thënë se është në Belgjik prej 6 vjetësh. Halo su dojta me krem, me lo nuk kojt shkuptim. Nga dhënat e gjykatës themelore në Ferizaj, reperi Betemian Uzaj, i njohur si Buta, del të jetë i dënuar një herë me 400 euro gjobë për armbajtje pa leje. Për armbajtje pa leje, disa herë ishte arrestuar edhe reperi Jonathan Isufi, i njohur si Don Gjoni. Për këtë vepër penale ai në 2021 ishte dënuar me 2000 euro gjobë, ndërsa në 2022 ai ishte arrestuar sërish për të njëjtën vepër. Buta dhe Don Gjoni nuk janë përgjigjur fare në kërkesat e betimit për drejtësi. Në të kaluarën vepra penale,
del të ketë kryer edhe reperi Burim Kursani, i njohur si Bim Bima. Ai është dënuar 2 herë për vepra të kryera në vitin 2008. Për armbajtje pa leje është dënuar me 1 vjet burgim dhe 300 euro gjob, kurse për prodhim dhe përpunim të substancave narkotike ishte dënuar me vetëm 500 euro gjob. As Bim Bima nuk i është përgjigjur kërkesës së emisionit për t'u intervistuar. Numri i reperëve që kanë probleme me ligjin mund të jetë shumë më i lartë, por të lartësekurit janë identifikuar nga prokuroritë dhe gjykatat në Kosovë. Të gjitha këto përvoja, reperët nuk hezitojnë t'i shprehin edhe në këngët e tyre, andaj tekstet e tyre të këngëve po shihen si nxitse të dhunës dhe me ndikim negativ tek të rinjt. Sipas sociologut Brajshori, hulumtimet kanë treguar se këto tekste ndikojnë në rritjen e dhunës, përdorimit të narkotikëve e armëve. Në Evropë kanë dalë hulumtime që rrisin në masë të madhe konsumimin e drogës për arsye se dëshirojnë që të duken sa më në shoqërinë ku ata janë. Sipas Avdiut, i cili është edhe psikolog klinik, këto tekste i mësojnë të rinjt për një pasurim brenda natës. Dilni ju me armë, me kerrët shtrejta, aty edhe jep një tendencë trive, adoleshentëve me mendu që du të me bo pare mrena një natët, mu bo milioner mrena natës, edhe kur ata e shohin që nuk janë të mujt me mri një gjatë tillë, përfundojnë edhe me vetvrasje edhe me të tilla gjëra të shumtuara. Sipas Avdiut dhe Brajshorit, këta reper dhe këto tekste duhet futen në lupën e drejtësisë dhe mos ndëshkushmëria e tyre krijon pasiguri tek qytetarët. Unë mendoj që kjo punë du të me hyrë në lupën e organeve të rendit drejtësisë. Kjo në përgjithësi ndikon në krijimin e pasigurisë totale. Për arsye se nëse marrin një person me 10 vepra penale, një recidivist i cili lirohet vazhdimisht, thjesht sistemi gjyqësor ka dështuar. Sistemi gjyqësor është duke i fuqizuar personat e tillë dhe në këtë mënyrë këta persona shohin veten mjaft të fuqishëm dhe rinia jonë duke parë mënyrën se si ata sillen, se si nuk ndëshkohen, atëherë do të mund që të emitojnë edhe ata në mënyrë që ta shohin veten edhe këta që janë mbi ligjin. Hulumtuesi i lartë i Institutit Kosovës për Drejtësi thotë se rastet e reperit Xhaferi dhe të tjerëve tregojnë për një politikë të ulët ndëshkimore dhe se dënimet e shqiptuara nga gjykata në asnjë rast nuk e kanë arritur qëllimin e tyre. Recidivizmi paraqet një situatë që argumenton se dënimi para prag nuk ishte arritur qëllimin e dënimit. Kjo pasi përkundër faktit që ai akt gjykim synonte që ta parandalonte kryesin që i njëjti mos të përfshihej në vepër penale, i njëjti përsëri ka kryer një vepër penale dhe për këtë arsye Kodi Penal i Republikës së Kosovës e trajton recidivizmin në 2 drejtime. Fillimisht e trajton si rrethonë rënduese që duhet merret parasysh në secilin rast kur shqiptohet një akt gjykim dënues. Madje duhet që secili gjyqtar kur ta shqipton një dënim, duhet ta ketë parasysh aspektin e recidivizmit për shkak se kemi një situatë ku është konstatuar se dënimi para prag nuk e ka arritur qëllimin. Dhe në rastin konkret ajo çfarë kërkohet një dënim tjetër, që dënimi të paktën dënimi i dytë të arrijë qëllimin atë që nuk ishte bërë dënimi i parë. Në anën tjetër thotë ka raste në Kodin Penal të Republikës së Kosovës kur për shkak të recidivizmit dënimi mund të shqiptohet edhe mbi maksimumin e përcaktuar me ligj. Dhe kjo flet për rëndësinë dhe rrezikun që ka recidivizmi që duhet ta kenë parasysh gjykatat në secilin rast. Nëse shohim do thotë ignorim të recidivizmit, të rrethonave të tjera në një farforme një shqiptim i dënimit jashtë kontekstit të çështjes dhe pa e lidhur me qëllimet e dënimit që synohet të arrihet, definitivisht se është një politikë ndëshkimore jo adekuate dhe që në një farforme është e destinuar mos të arrijë qëllimin e dënimit. Vetë reperi dhe Mike thotë se rruga që ai ka zgjedhur nuk është e duhura, por nuk e përjashton mundësinë që ai të përfshihet prap në vepra të tjera penale. Për ata që dojnë me bo diçka me jetën e vetë, kjo rrugë nuk ka zgjidhje, apo din. Sa i përket apo din çysh karakterit tem, jo. Në çat moment dikush që ma cënon lirinë unë po.
Rasti i reperit The Mike dhe reperve të tjerë tregon dështimin e sistemit të drejtësisë për të trajtuar në mënyrë meritore të gjitha rastet, ndërsa këto tekste të reperve ku shpërfaqet kriminalitet, si duket tregojnë se përgjegjësit e sistemit të drejtësisë, nëse nuk e bëjmë punën e tyre si duhet, spaku ja rrisin volumin dhe i dëgjojnë edhe vetë këto këngë.